Disa talin me fortifikatat tona, ndërsa vetë armatosen deri në dhëmbë e me çdo lloj armësh. Ndërtimi i sistemit të madh mbrojtës gjatë regjimit komunist në Shqipëri pati një kosto tepër të lartë. Për një vend të vogël, përmasat e këtij organizimi ushtarak ishin të jashtëzakonshme dhe shpesh befasuese. Megjithatë, ajo që bie më shumë në sy është vlera e madhe që kishte arritur ushtria shqiptare, ndërkohë që popullsia përballej me varfëri të thellë. Sipas kolonelit Pëllumb Zaimi, asetet e ushtrisë arrinin rreth 130 miliardë dollar. Kjo pasuri përfshinte një arsenal të madh armësh, municionesh, karburanti, ushqimesh dhe pajisjesh. Vetëm municioni llogaritej rreth 65 miliardë dollar. Industria ushtarake prodhonte në sasi të mëdha. Uzina e Poliçanit nxirrte 10 ton municion në ditë, ndërsa Gramshi prodhonte mijëra armë çdo vit, edhe pse me kosto më të lartë se vlera e tyre në tregun e zi. Edhe aviacioni ishte i zhvilluar, me qindra avione helikopter, përfshirë shumë MiG, që arrinin miliarda dollar në total. Po ashtu, ushtria dispononte rreth 1200 tanke dhe mijëra mjete artillerie, përfshirë raketa dhe sisteme kundërajrore. Forca detare kishin 10 anije, nëndetëse, si lura dhe mina. Një tjetër element i rëndësishëm ishte fortifikimi i vendit me qindra mijëra bunker dhe tunele. Megjithatë, pas viteve 90 dhe sidomos në 1997, një pjesë e madhe e kësaj pasurie u shpërdorua ose u zhduk, pa u mbajtur përgjegjësi.